Dihet me dekada policia dhe stacioni policor i komunës së Zubin Potokut ka operu prej objekteve private dhe duke paguar qireja bukur të shtrejta. Policia e Kosovës ka vendosur gur themeli në stacionin e policisë në Zubin Potok, të martën me datën korrekt 2025. Ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sfeshla, ka thënë se ky projekt ka kushtuar 1.1 milion euro. Në Zubin Potok ka nisur punimet e ndërtimit të stacionit të ri të policisë së Kosovës. Qytetarët e Zubin Potok do të kenë edhe një infrastrukturë shtesë për sigurinë e tyre, me më shumë shërbime, për një jetë më të mirë për të gjithë pa asnjë dallim. Në hapësira të bollshme, një projekti mbi 1.1 milion euro të ndara nga qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme për policinë e Kosovës. Ky objekt do të jetë edhe një ndërtesë shembull për ndërtimin e mirë, për plotësimin e të gjitha nevojave, dhe kërkesave, qoftë të policisë, qoftë të qytetarëve, por pashtu edhe nevojave për të ngritë sigurinë edhe më tej në këtë zonë. Dihet me dekada policia dhe stacioni policor i komunës së Zubin Potokut ka operu prej objekteve private dhe duke paguar qireja bukur të shtrejta. Tani më e tutje do ta ketë kvadraturën e nevojshme të operimit si stacion policor, që është mos e nevojshëm, sepse dihet që esenciale është policia e komunës e qytetarit, që kryekëpot i shërben sigurisë e qytetarit. Që nga fundi i vitit 2023, policia e rajonit të Zubin Potokut funksiononte në kontejner. Para kësaj periudhe si stacion policor ishte përdorur një shtëpi private. Ky tender ishte anuluar disa herë derisa u anulua përfundimisht në tetor të vitit të kaluar, ndërsa një muaj më vonë policia e Kosovës kishte hapur tender të ri për këtë projekt. Ndërsa në maj të vitit 2025, policia e Kosovës ka dhënë tenderin për ndërtimin e stacionit të policisë në Zubin Potok dhe ndërtimin e objektit të agjencisë së regjistrimit civil.